Shqipëria rrezikon të bjerë nën kufirin e 2 milion banorëve përpara vitit 2035, kjo nëse rrethana demografike të vendit nuk ndryshojnë, me rritjen e lindjeve dhe frenimin e migracionit. Të dhënat e reja zyrtare mbi popullsinë treguan se më 1 janar të këtij viti, në vend jetonin 2.36 milion banor, duke rënë me 1.8% nga censi i vitit 2023. Tkurja me më shumë se 27 deri në 30.000 banor në vit, e përqendruar kryesisht te moshat e reja, rrezikon ta çojë treguesin e popullsisë për të çdo skenari dhe gjithashtu i bën edhe më të vështira zgjidhjet. Në 2024 migracioni neto negativ u dyfishua krahasuar me një vit më parë. Ky ritëm i largimit ka ndikuar jo vetëm në numrin e përgjithshëm të popullsisë, por edhe në strukturën e saj demografike, pasi largohen më së shumti të rinj dhe familjet e reja. Paralelisht me emigracionin, Shqipëria ka hyrë në një cikël të gjatë me lindshmëri shumë të ulët, në 1.3 lindje për grua. Kjo reflektohet në ulje të lehtë të raportit të varësisë të rinjve, nga 23.9% në 2024 në 23.8% në 2025 dhe plakje po shpejtuar e popullsisë, ndërsa raporti i varësisë të moshuarve është rritur me 2.2% ndërmjet 2023 dhe 2025. Shqipëria ka tani një nga popullsitë më të vjetra në Ballkan dhe Europë. Mosha mediane e BE-s në janar 2025 ishte 44.7 vjeç, ndërsa në Shqipëri 44.3, sipas të dhënave të fundit. Pasojat kanë nisur të ndihen, vendi ka më pak të rinj që hyjnë në tregun e punës, ka më shumë të moshuar që dalin në pension, shkollat në zona të tëra rrezikojnë mbylljen për shkak të mungesës së nxënësve dhe administrata e tregu i punës vuajnë nga mungesa e burimeve njerëzore. Demografët dhe ekspertët e ekonomisë mendojnë se pa ndërhyrje të qëndrueshme do të jetë e vështirë të mbahet në funksion ekonomia, pensionet dhe kujdesi shëndetësor. Lindjet nën kufirin 2.1 për grua bëjnë që çdo brez i ri të jetë 40% më i vogël se ai që del në pension, duke vënë vendin përballë sfidës së ekzistencës në këtë shekull. Përqendrimi i migracionit në moshat e reja ul drejt për drejt produktivitetin potencial, sepse po largohet kapitali njerëzor me arsim dhe gjuhë të huaja, ndërsa rrit barën e pensioneve për rezidentët që mbeten. Jetëgjatësia më e lartë 80.9 vjeç për gra dhe 75.3 vjeç për burrat ushtron më shumë presion mbi shpenzimet për pensione e shëndetësinë, teksa vendi ynë tani ka shpenzime publike për banor sa 34% e mesatare së bllokut. Nga ana tjetër, ritmi mesatar i rritjes ekonomike për 2015-2024 është rreth 3.5% në vit, por jo i mjaftueshëm për të ngushtuar hendekun me Bashkimin Evropian. Struktura e ekonomisë dominohet nga sektor me produktivitet të ulët si bujqësia, fasoneria, ndërtimi dhe turizmi. Financat publike dhe tregu i punës tashmë janë në presion për çdo vit. Varësia e të moshuarve ndaj forcës së punës rritet me 1% në vit dhe skema e pensioneve kërkon financim me shtesë sa 0.2% e prodhimit të brendshëm bruto në vit. Për të zbutur pasojat e plagjes, ekonomia e vendit duhet të rritet më shumë se 5%, sipas institucioneve si FMN-ja. Emigrimi përqendruar në moshat e reja po redukton popullsinë në moshë dhe rrit peshën relative të moshuarve. Sipas projekcioneve, Shqipëria do të arrijë një moshë mediane mbi 47 vjeç brenda dekadës, nëse nuk ndryshon trajektoria e lindjeve dhe emigracionit. Rritja e varësisë së përgjithshme nënkupton se për çdo 100 persona në moshë pune, tani ka 57 fëmijë apo pensionist. Kjo thellon presionin mbi skemën e pensioneve dhe shpenzimet e shëndetësisë dhe përkeqëson raportin kontribut për fitim.